dje u zbatua kushtetuta. Ky ishte reagimi i parë i Sali Berishës për zgjedhjen e Klodian Braos në krye të prokurorisë së posaçme, ku pason në detyrë Altin Dumanin përmes një procesi të monitoruar nga ambasadorët për të cilët tha se mbrojtën SPAK nga ndërhyrjet e kryeministit. Një faktor i sigurt është se ajo prani aq e fuqishme ndërkombëtare ka patur vetëm një qëllim, që Edi Rama dhe qeveria të mos e skapin. Duke komentuar urimin e Ramës për drejtuesin e ri të SPAK, ku një herë shkreu i qeverisë rikonfirmoi gatishmërinë e qeverisë për mbështetje të pakufizuar në misionin e tij, Berisha kishte këtë reagim. Mshirë. Kaq ishte. Mshirë. Berisha paralajmëron se do të vijojë ta cilësoj sërish të organizatë kriminale çdo prokuror që do të kryejë hetime njësoj siç janë bërë në dosjen Toyota Auris, të cilën në fakt e ka ndjekur kryeprokurori i sapo zgjedhur i SPAK Klodian Braho. Cili do që mendon se deklaratën për organizatë kriminale e kam politike, i kërkoj vetëm një gjë. Të lexoj dosjen Toyota Yaris. Kryedemokrati përsëriti akuzat ndaj kreut të qeverisë për presionin ndaj gjykatës kushtetuese për çështjen e zëvendës kryeministres së pezulluar nga gjykata e posaçme.